përse në të vërtet zoti Shej ka të drejtë në rastin, në fjalë. Ka të drejtë sepse në fund të ditës nëse flitet për procesin, procesi ka dhe modalitetet. Pra ka modalitete. Modaliteti cila është metodologjia që ti përzgjedh një kandidat. Pra përse ti zgjedh X-in dhe nuk zgjedh Y-in. Bazohesh te kriteret e popularitetit, bazohesh te kriteret e nivelit akademik, niveli profesional, arritjet në jetë. Pra ku bazohesh ti që zgjedh një kandidat dhe jo një tjetër? Sepse unë kam shtypjen, kjo ka qenë hilja kryesore që zoti Berisha ka patur me aleatët e tij që nga dita zero. Pra i la ata të hinin një det, po ndërkohë ju mori atyre iden dhe zgjodhi kandidatin që donte vetë. Një pyetje se ka nevojë për një sekond këtu. Shehaj, çfarë sondazhi bëri që arritin në përfundimin se një kandidat nga një parti e madhe politike merr më pak se sa një kandidat i pavarur. Shehaj pikërisht këtë gjë bëri. E bëri nga leximi i gjërave të historive do të dhënave që kemi parë deri tani. Pra në një farë mënyrë u ndërtoi një perceptim. Shehaj nuk bëri një sondazh praktikisht. Nuk është paraqitur në emër të sondazhit. Ta kaloj pak te Laskaj. Ajo mund të bëj sondazhe. Nuk jam kundër që të bëj të sondazhe, është shumë mirë të bëj. Sami, ta kaloj pak te Laskaj. Sheh donte të bëj një sondazh, nuk u bë. Unë kam patur komunikime edhe me zotin Naçkaj, me Florin. Unë mendoj që nuk është ky problemi. Dhe që në fillim kisha hedhur po ta shikojmë nga procedura. Mini basti që nuk do isha asnjë nga këta kandidatura, sepse zoti Berisha hezitoi. Është hera e parë që Berisha ose në lidhje me këtë. Do e kaloj se Sami u tha që nga ky proces ka fituar. Po ta shohim nga procedura, se ndoshta jo vetëm më lër pak se më duhet se është interesant. E kam me Shqipërinë bëhet. Shqipëria bëhet e deklaroi mbrëm. Në fakt e deklaroi përpara. Prit, duhet të kishin dalë, duhet të ishin bashkuar partitë, do të kishin rënë në konsensus. Më lër pak, se kjo është, ti the që nga ky proces zoti Shehaj ka dalë fituar, po në fakt në atë se si e shikoj unë dhe këtë dua ta verifikoj me Laskën, në fakt kanë dalë të fituar Shqipëria bëhet. Dhe kjo për dy arsye, Laska. E para sepse Lapaj, në ndryshim nga Shehaj, tha që na duhet një kandidat i cili vetë shpallet. Jo një kandidat që vjen si produkt i tryezave të partive politike. Ky ishte qëndrimi publik që mbajti ditën e enjte zoti Lapaj. Si vetë shpallet? Vetë shpallet kandidati pavarur. E kjo është artific për publikun? Nuk e di. Ta shojmë. E dyta, ditën e premte, lë pak, një sekond. Ditën e premte, zoti Berisha e rimori këtë dhe tha, ne tha, unë lë 48 ora fat që të gjithë ata që kanë dëshirë të shpallen si kandidatura. Dhe shumë veta e hëngrën këtë, Zorën Fatos Lubonja, hodhën emra kështu hajde. Filluan të idheshin emra. Ndërmjet tyre, zoti Binaj doli me një deklaratë të qartë ditën e shtunë. Tha Berisha kështu njëzit e hëngrën, jepe. Më lini pak me Laskën. Apo fletë me mua, apo në studion? Me juve, me ty Laska. Ditën e shtunë, zoti Binaj doli dhe bëri deklaratën e qartë që ai vetë ofroi si kandidat për Tiranën dhe i bënte thirrje forcave politike ta mbështesnin. Konform asaj qëndrimit publik që kishte mbajtur zoti Lapaj dhe qëndrimit të ri që mbajti zoti Berisha ditën e premte. Të dielën Lapaj e mbështeti me njerë, pa pritur zotin Berisha, sot doli dhe zoti Berisha dhe mbështeti Binajn. Në gjithë këtë, po themi, kronologji që unë bëra, më duket se ma afër janë zoti Lapaj me zotin Berisha dhe natyrisht natyrisht partia juaj Shqipëria bëhet është e fituar, sepse Binaj ka qenë krah për krah me juve në disa prej protestave qytetare që keni organizuar. Po, atëherë, ti marrim pak në radhë. Që në fillim të herës, zoti Shehaj doli me një deklarat, ku ju e mbani mend shumë mirë, besoj gjithë në studio, ku tha që na duhet për Tiranën një kandidatur e cila vjen tjetë apolitik, pra të mos tjetë nga forcat politike opozitare. Mbasi e hodhi këtë ide, Partia Demokratike ngriti një komision dhe ftoi partitë opozitare, parlamentare ose jo, që të negocionin për këtë kandidaturë që do të ishte jashtë partive politike. Ku ju nuk morët pjesë në këtë proces? Në këtë proces ne nuk morëm pjesë. Pikërisht. Dhe në studion e emisionit Opinion,
Zoti Lapaj tha që ne kemi vendosur të mos marrim pjesë, sepse është artific në qoftë se propozojmë ne dhe themi që është apolitik. Në qoftë se e propozon një forcë politike, ai nuk është më apolitik, nuk është më i pavarur. Pra duhet vetë propozimi një partie politike. Po, e qartë, e kam parasysh gjithë argumentimin e zotit Lapaj. Pikrisht, tashti ne vendosëm të mos marrim pjesë dhe thamë, në qoftë se do të dali kandidatura qytetare të shoqërisë civile, nga akademik, apo në fushat të, po themi, të mirë pranuara nga qytetarët e Tiranës, dhe do të marrin përsipër që të kandidojnë për pozicionin e kryetarit Bashkisë Tiranës, ne do ta vlerësojmë dhe do të japim mbështetjen tonë ose jo për një kandidaturë që vlerësojmë që i ka të gjitha kriteret. Kjo të ende në darkë. Dhe unë po them, ajo që më bën përshtypje është, natyrisht që ti nuk je në tagrin për të përgjigjur, por nëse ke një analizë dhe mund ma thuash, si ka mundësi që zoti Berisha e hoqi tutje komisionin që kishte ngritur po vetë për diskutuar me partit, dhe tha të shpallen kandidatët dhe neve do shqyrtojmë kandidatët. Erdhi në pozicionin e Lapajt. Kjo është ajo që po mundohem të kuptoj. Atëherë, unë ti të them se çfarë ka ndodhur me lëvizjen Shqipëria bëhet. Ne kemi qenë koherent nga dita e parë në këtë proces. Ku kemi thënë që ne nuk marrim pjesë në një proces ku kandidohen ose propozohen figura të ndryshme që nuk bëjnë pjesë në forca politike, por do të qëndrojmë pasiv dhe do të vlerësojmë të gjitha figurat që do të marrin përsipër që të vetë kandidohen dhe të propozohen partive politike opozitare për t'i mbështetur ose jo. Dhe ditën e diel në darkë, ne kemi bërë një mbledhje që ka filluar nga ora 6 deri në orën 11 të darkës, ku lëvizja Shqipëria bëhet, kryesia saj ka marrë një vendim duke patur parasysh të gjitha kriteret me të cilat ne i kishim paraprakisht si lëvizje për një kandidat të mundshëm jashtë partisë politike që ne përfaqësojmë, dhe këtu duhet ta themi qartësisht se zoti Binaj vërtet ka qenë bashkëthemelues i lëvizjes Shqipëria bëhet si lëvizje dhe jo si parti politike, por është tërhequr nga skena mbasi ne e kemi kthyer në parti politike. Dhe nuk është e vërtet që ai ka qenë ndonjë ditë antar i partisë politike lëvizja nuk ka rëndësi, e kuptoj këtë, po në atë mbledhje që u bët, u diskutua vetëm emri i zotit Binaj? Absolutisht jam diskutuar të gjithë emrat, atyre që u shpallën si kandidat. Ne kemi vlerësuar sipas kritereve tona të gjithë emrat të cilët kanë shpallur kandidaturën në mënyrë të njëanshme nga ana e secilit prej tyre, dhe kemi dalë me një votim të brendshëm në kryesin tonë. Laska, duat kujtoj që edhe Ermal Asimja doli dhe shpalli kandidaturën e tij dhe i bëri thirrje zotit Berisha për ta mbështetur. Tani, ju nuk e mbështetët zotin Asimja dhe mbështetët zotin Binaj, sepse kishit dyshimin që ai ishte një emri vendosur në tavolinë nga Agronshehaj, apo çfarë? Absolutisht nuk kemi pas asnjë lloj dyshimi as për zotërinë në fjalë, as për asnjë nga kandidaturat Bilës. Ne kemi thënë edhe publikisht që i vlerësojmë maksimalisht të gjithë kandidaturat si kandidatura po për ju më i miri ishte Binaj. Është bërë me votim pra. Po pra për ju më i miri ishte Binaj. Është bërë me votim dhe antarët e kryesisë kanë votuar Binaj. Absolutisht për të përfaqësuar. Qartë rasti konkret ka konflikt interesi. Nëse themi ka qenë të themeluesit e lëvizjes, po nuk ishte te partia. Po tani ata që janë miq edhe nëse çfarë do të thënë konflikt interesi? Kjo është një konflikt i pas interesi dhe unë nuk besoj si mund të themi çfarë do të thënë konflikt interesi po pyet. Konflikt interesi ka qenë aty tani. Mbrojtje interesi. Më keq akoma. Do ishte më mirë konflikt interesi se sa kjo. Por gjithsesi, diskutimi është ky. Ka qenë një aleancë që në fillim me zotit Lapaj dhe zotit Berisha. Si ka qenë? Në kurrizë të zotit Shehaj për ta azgjësuar sadopak politikisht, sepse edhe deputetja e Shqipëria bëhet,
ka kaluar tek Partia Demokratike. Pra nuk është një gjë e Kush e re. tha këtë? Kjo është e gjitha, po e ka thënë vetë. Kjo është një gënjeshtër e madhe. Dëgjoj, e ka thënë zonja në fjalë. Që nuk ka do japi, e ka thënë zoti Lapaj. Dëgjoj. Absolutisht. E ndjek lajmet ose ndjek lajmet? Pik nuk e ka thënë. Te cili grup parlamentar është? Është o zotëri. Te cili grup parlamentar është? A mund ma thosh po? Ja, pra, apo më pyet. Te cili grup? Apo më pyet. Do me një çupër. Ja, dëgjoj përgjigje. Po. Deputetja që përfaqësojnë lëvizjen Shqipëria bëhet, është deputete e vetme dhe nuk i është bashkëruar asnjë grupi parlamentar. Që të cilën ne kemi thënë që në fillim të herës që deputetja e lëvizjes Shqipëria bëhet, po ti e di shumë mirë që është procedurë, është asnjë grupi parlamentar në parlamentin e Shqipërisë. A ka thënë zoti Lapaj që do jetë PD-ja apo jo? E ka thënë apo jo? Jo. Po si jo? E ke ndjekur apo jo? Po jo, ma e ke ndjek ti. Do të nxjerrë unë. Ai ka thënë do të jetë dhe të mbështet, të sfidoj do ta nxjerr pas fakt. Po do e kaloj. Janë dy gjëra ndryshme. E kaloj këtë. E kaloj këtë, do ta nxjerr pas fakt të sfidoj. Do të tregosh ti të kundërt ama. Në momentin që të nxjerr unë lajmin që ka thënë, do më tregosh ti të kundërt. Lajmin e kujt të nxjerrësh? Do ta nxjerr. Unë po ta them pra të kundërt që nuk e ka. Deputeti është PD-ja, do japi kontribut të PD-ja. Tjetër gjë, po lajmin jo, nuk është vërtet. Lajmi që do japi kontribut të PD-ja. Po nëse është sinkron, hajde nxjerrë dhe unë po të them që nuk është vërtet. Po s'është pra vërtet që do ta nxjerr, do ta nxjerr. Nëse ti nxjerr dhe nuk ndjek realisht politikën se çfarë. Fatkeqësia jote është që ndjek portalet e Partisë Socialiste dhe nuk ndjek politikën realisht. Dakor. Deri këtu nuk ka asnjë problem. Çfarë them unë ty? Deri këtu nuk ka asnjë problem. Pra do ketë aleanca. Nuk ka asnjë gjë. Që nga momenti që pati një krisje mes Shabanit dhe Lapajt, patjetër që gjithë ky vullnet politik, angazhim do shkonte këtu dhe nuk ka ndonjë problem këtu. Nuk e di pse kompleksohen nga kjo gjë. Po ku e ke? Jo, e kam këtu që ka qenë një aleancë për mua. Jo, po kompleksohesh ti se s'po kompleksoj fare. Bëni çfarë të doni. Vetëm mos u zini për kushurinë tamam. Kompleksimi është fakti që ti do me manipulu të vërtetën. Çdo gjë bëni. Dhe vërteta nuk është ashtu siç po e thuti. Çdo gjë bëni dhe të keni shumë suksese se si të rinj kam qenë ata që ju kam mbështetur, por shpresoj mos të përfundoni duke u zënë për kushurinë. Për çuna gjallë. S'ke bërë si gjë të keqe nëse ne kemi mbështetur, por kam qenë çfarë përban fisi e kushurinë. Që po na mbështet, ne kemi diskutimi është tjetër gjë. Jo, un kam bërë gabim që ju kam mbështetur se me atë që bën më mbrapa ju treguat që po gjithsesi për të kthyer te diskutimi politik. Kthehemi diskutimin politik. Ka qenë një aleancë për të dobësuar zotin Shehaj. Ka qenë një hile mendoj që në fillim e zotit Berisha në drejtim të zotit Shehaj, duke mos i lënë atij hapësirë fare që të kishte kontakte me bazën e Partisë Demokratike. Akuzat që ka patur zoti Berisha ndaj zotit Shehaj dhe Partia Demokratike kanë qenë si shitur te Erion Veliaj. Pak muaj më parë, nuk është se janë larg. Akuza gjithashtu që mori databezin e partisë dhe mori te vetja. Dhe përdori databezin e tij. Unë nuk e di se vërtet nëse është vërtet. Po pse ne s'ta kanë akuzuar? Nëse ka bërë ti, është e gabuar. Po gjithsesi që i shërbej me Tiranën. I takon atij. Po s'ta kam thënë unë, mor zotri. Po gjithsesi. Po mirë, pra na ka akuzuar. Dhe frika që besoj unë ka patur vetëm zotin Shehaj. Zoti Berisha në rastin konkret, frika që ka patur është që mos japi akses fare të strukturat e Partisë Demokratike. Prandaj e bëri sikur i dëgjoi, bëri sikur i mblodhi dhe në fund fare vendosuri asin në mend që ka patur që në fillim.